Në Kosovë, lëvizja vetëvendosje nxiti shumë reagime me mënyrën e protestës së saj kundër ratifikimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo kritikua për veprime dhe qëndrime të skajshme. Udhëheqësit e kësaj lëvizje hedhin poshtë kritika duke vlerësuar se me kundërshtimin e marrëveshjes, ata po bëjnë përpjekje të mbrojnë sovranitetin e Kosovës dhe rregullimin e saj të brendshëm kushtetues. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abasi. Kundërshtimi i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe protestat kundër ratifikimit të saj në parlament e kanë bërë lëvizjen vetëvendosje forcën më të kritikuar politike gjatë ditëve të fundit. Të njëjtën parlamenti ratifikoi me stensionesh marrëveshjen që nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti e cilëson më të dëmshme në historinë e Kosovës. Por jemi zëri vetëm në Kosovë që po kundërshton padrejtinë më të madhe që po i bëhet Kosovës, që sot, domethënë, pothuajse 14 vite pas luftës, të nënshkruajmë apo të ratifikojmë një marrëveshje e cila ja nënshtron Kosovën Serbisë dhe bën Serbinë hisetare në gjitha vendimet madhore që mund t'i ketë Republika e Kosovës. Pra ai shtesojnë ndaj Republikës, ndaj kushtetutës, ndaj ligjeve, ndaj demokracisë. Por drejton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se duhet bërë dallim ndërmjet qëndrimit rreth marrëveshjes dhe formave të veprimit të lëvizjes vetëvendosje që ai kundërshton. Kryetari i Kuvendit është autoriteti i fundit në seancës plenare që interpreton rregulloren e punës të Kuvendit. Është autoriteti i fundit i cili vendos për mbarvajtje dhe rregullin e një seance plenare. Dhe ai, zoti Krasniqi, atë ditë ka vepruar në mënyrë tërësisht, kështu them, në mënyrë të plotë në përputhje me rregulloren e punës të Kuvendit, sepse është tentuar që me forcë fizike të imponohet rrjedha e punës së seancës plenare. Unë mendoj që format të tilla të reagimit, format të tilla të demonstrimit, të protestimit brenda Kuvendit të Kosovës nuk janë shembuj të praktikave të demokracive të konsoliduara, ku aty ne po aspirojmë të shkojmë. Kritikat të rrepta kësaj lëvizje janë bërë edhe për shkak të pengimit të hyrjes në parlament ambasadores amerikane në Kosovë Tracy Jacobson. Zoti Selimani thotë se pengimi i hyrjes së deputetëve në parlamentit, diplomatëve dhe vëzhguesve vendas të punës së parlamentit janë të papranueshme. Kosova ka kaluar aq shumë faza dramatike të historisë saj dhe asesi nuk na duhen neve pamje të tilla e aq më shumë pamje të tilla ndaj atyre të cilat kanë një hise vlerësojun jashtëzakonisht madhe në atë që ne sot po egzojmë lirinë e Kosovës. Absolutisht atë ditë nuk ka qenë synimi që të ndalohen ambasadorët, siç dihet edhe kanë hyrë shumë ambasadorë. Ka ndodhur ndoshta që dikush nuk e ka njohur, por edhe në ato që kanë parë nga videot, ka pasë kanë hyrë pas tentimeve, por nuk ka qenë ai synimi jonë që të bllokohet apo të ndalohet ambasadorë. Ne kemi shprehë keqardhje për atë që i ka ndodhur ambasadorës, por ai nuk ka qenë synimi jonë. Synimi jonë ka qenë që në çfarëdo mënyre të ndalohet mbajtja e seancës ku do të ratifikohej marrëveshja. Vetëvendosja nxiti debate edhe për shkak të qasjes ndaj diskutimeve mbi mbartjen e shamisë në shkolla dhe përfutjen e mësim-besimit në sistemin arsimor. Ka pasur vlerësime se kjo lëvizje po afrohet me elemente të skajshme fetare, por zoti Ahmeti e mohon një gjë të tillë. Ne jemi cilësuar që nga krijimi i lëvizjes vetëvendosje me etiketime të ndryshme. Na kanë quajtur një herë radikal, nacionalist, fashist, islamist, tashmë majtist, komunist, domethënë gjitha këto etiketime të cilat as nuk përputhen me njëna tjetrën sepse janë në kundërshtim me njëna tjetrën. Megjithatë, në një shtet abnormal siç është Kosova, me një sovranitet të cunguar, lëvizja që është më normale mund të duket abnormale. Zoti Selmani thotë se ishin deklarimet e drejtuesve të lëvizjes që kanë dërguar sinjale të tilla që e beson se nuk janë të sakta. Ndoshta deklaratat publike të zotit Kurti të dhëna në televizion në një intervistë ku thotë që lëvizja vetëvendosje për krahë që në moshën 16 vjeçare të kenë të drejtë mbartjen e shamisë dhe të ketë të drejtë të mësim-besimit futet në shkolla, ka dhënë sinjale të ato forca radikale ose ato forca të cilat e kanë pa Kosovën ose vazhdojnë ta shohin Kosovën si një mundësi për të vendosur për të instaluar një rend tjetër juridik në Kosovë, ndoshta edhe kundër kushtetues, duke tentuar ndoshta të kthehet edhe sheriati ose diçka të ngjashme në Kosovë. Dhe tani çdo politikan i cili do t'i jepte mundësi një sinjal ose një sinjal atyre që ja dhe unë jam me juve, forcat fundamentaliste ose islamike të cilat pretendojnë që promovojnë vlera të caktuara e shohin si një afërsim me lëvizjen vetëvendosje. Zoti Ahmeti thotë se angazhimi për liritë fetare nuk ndryshon pikpamjet e vetëvendosjes e cila mbështet ndarjen e shtetit nga feja. Por ju e dini se qëndrimet tona kombëtare janë më të rëndësishme se sa të gjitha qëndrimet e tjera. Ne mendojmë se kombi është i rëndësishëm dhe mendojmë se në kombin shqiptar nuk ka tjetër komb që jep shembull më të mirë për bashkëpunim ndërfetar si që jep kombi shqiptar. Ju e dini Fan Noli ka qenë
prift ortodoks në kohën kur është zgjedhur kryeministër dhe është votuar nga një shumicë muslimane. Bilaje thot këtë vetë, thot a keni ndonjë kom tjetër thot ku shumica e një feje e voton kryeministër një të fesë tjetër. Që thot se për neve kombi shqiptar është më i rëndësishëm dhe ajo vlen edhe për lëvizjen vetvendosi. Ne lëvizjen vetvendosi kemi edhe musliman, edhe katolik, edhe pjesëtar të fesë ortodokse shqiptare, do me thonë kemi pjesëtar të gjitha feve, por për neve janë me rëndësi liritë e besimit. Dhe nuk jemi për imponime të ndryshme, natyrisht neve po na keq interpretojnë, jemi për shami në shkolla, ne kemi thonë jo, moshën madhore kur të arrin, pastaj njeriu ka të drejtë të bëjë çka do. Të premten udhëheqësit e Bashkimit Evropian vendosin fillimin e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asociimit, një vendim që nga institucionet vendase ndërkombëtare në Kosovë vlerësohet si hap shumë i rëndësishëm në rrugtimin e saj drejt integrimeve evropiane. Lëvizja vetëvendosje thotë se Kosovës nuk po jepet mandati për hapjen e negociatave për shkak të përmbushjes së kritereve, por për shkak të nënshtrimit ndaj Serbisë në bisedime. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.